Dash, Izraeli dhe Libani bien dakord për zgjatjen e armpushimit. Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për një zgjatje 45 ditore të një armpushimit të paqëndrueshëm pas 2 ditësh negociatash në Washington DC, tha Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara. Shpresojmë që këto diskutime do të çojnë përpara paqen e qëndrueshme midis dy vendeve, njohjen e plotë të sovranitetit dhe integritetit territorial të njëri tjetrit dhe vendosjen e sigurisë së vërtetë përgjatë kufirit të tyre të përbashkët, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tommy Pigott. Presidenti i Shtetit të Bashkuara Donald Trump njoftoi armpushimin me 16 prill, por Izraeli dhe Hezbollahu kanë vazhduar të shkëmbejnë zjarr që atëherë. Të mërkurën, Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se sulmet ajrore izraelite kishin vrarë 22 persona, përfshirë 8 fëmijë në të gjithë jugun e vendit.